deri në Evropë, ne po kemi krizë të furnizimit me naftë edhe me gaz natyror. Çmimet e naftës dhe të gazit po rriten në mënyrë marramëndse, ndërsa në vende që nga India, Filipinet, Tajlanda, Vietnami, Korea e Jugut, Tajvani, Kina e të tjerë, vendet po përballen me kriza masive dhe në shumë raste me protesta të qytetarëve. Dhe gjithë kjo krizë godet dollarin amerikan, pasi të gjitha këto shitje që i bëhen botës, të naftës dhe të gazit, bëhen me këto vende që shkojnë te amerikanët, blejnë dollar, dhe me këto dollar ata blejnë naftë. Dhe blerja e këtij dollari është ajo që financon ushtrinë dhe shtetin amerikan. Dhe në këto momente pra çfarë ka bërë Irani është që duke vendosur një embargo pothuajse totale të shitjes së naftës nga Gjiri Persik, është duke goditur perandorinë amerikane aty ku ajo nuk reziston dot dhe që është ekonomia. Për këtë arsye ne kemi presidentin Trump, i cili në këto ditët e fundit është duke bërë lloj-lloj deklaratash dhe lloj-lloj ofertash ndaj iranianëve, që në ofertë armë pushimi deri në ofertë ndaj Ayatollah. Zotri Yazeci, pse Irani po i mohon këto negociata? Në prononcimet e tyre nga Teherani zyrtar, gjithmonë thuhet se nuk ekziston asnjë lloj negociate me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A kemi të bëjmë këtu me një diplomaci të fshehtë? Jo, diplomacia është e hapur, domethënë iranianët kanë marrë oferta nga amerikanët për t'i dhënë fund luftës, por iranianët janë përgjigjur me një kërkesë prej 6 pikash. Pika numër 1 është që iranianët kërkojnë nga amerikanët një deklaratë e cila do kalojë në Kongresin Amerikan, ku qeveria amerikane do zotohet që nuk do e godasi më Iranin. E dyta, iranianët kërkojnë kompensim për dëmet ekonomike që janë shkaktuar. Numër 3, Irani kërkon që amerikanët të ndalojnë aleatin e tyre Izraelin nga gjenocidi në Liban dhe në Palestinë. Numër 5, Irani kërkon që kanalin e Hormuzit kthehet tutje ta kontrollojë Irani dhe Irani të taksojë cisternat e naftës me naftën që numri 6 që Irani kërkon është që këto vendet aleate të Amerikës që janë në rajon, domethënë Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Kuvaiti, Emiratet e Bashkuara Arabe, të mbyllin bazat amerikane dhe amerikanët të largohen nga tokat e Islamit. Çfarë skenare të